unit precis të SBA-s ndaj objekteve bërthamore iraniane i ka paraprirë një manovër mashtruese dhe i gjithë botare prej saj. Të shtunën një lajm jashtëzakonisht i ndjeshëm nisi të qarkulloj. Bombarduesit amerikan të tipit B2 ishin ngritur nga Missouri dhe po fluturonin drejt perëndimit me oqeanin paqësor, në dukje në drejtim të bazës amerikane në Guam. Mediat amerikane si CNN dhe Fox News raportuan gjerësisht për këtë, ashtu si dhe shumica e mediave europiane. Në ishullin strategjik amerikan Guam, në paqësorin perëndimor, ndodhej një bazë e madhe ajrore. Pikërisht prej andej, bombarduesit B2 mund të transportonin bombën speciale për shkatrimin e bunkerëve, të aftë për të goditur objektet bërthamore të ndërtuara nën tokë. Ekspertët filluan të spekulonin me mundësinë e një sulmi ajror nga Guam ndaj Iranit. Lajmi ishte i vërtet. Bombarduesit po fluturonin vërtet drejt perëndimit, por ky ishte një mashtrim nga ana e ushtrisë së presidentit amerikan Donald Trump. Ndërkohë që gjithë vëmendja e botës ishte përqendruar në këtë drejtim, po ndodhte diçka në fshehtësi, për të cilën as mediat amerikane dhe as regjimi i mullahanëve në Iran nuk ishin në dieni. Në të njëjtën kohë, një tjetër grup bombarduesish B2 po fluturonin në drejtim të kundërt drejt lindjes dhe krejtësisht pa u vënë re. Sipas gazetës amerikane Wall Street Journal, e cila i referohet Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, kjo manovër sekrete çoi në goditjen e drejtpërdrejtë të objekteve bërthamore iraniane. Në orët e para të së dielës, SBA përdori bomba të fuqishme për shkatrimin e bunkerëve, të cilët goditën objektivat pikërisht aty, ku sipas Pentagonit do të kishin efektin më të madh. Njëkohësisht, nëndencet amerikane lëshuan raketën Cruise ndaj objekteve të tjera bërthamore. Në total u sulmuan 3 objekte: Fordo, Natanz dhe Isfahan. Të dielën Pentagoni e konfirmoi zyrtarisht këtë operacion, ndërsa një pjesë e bombarduesve vazhdoi fluturimin drejt perëndimit, grupi tjetër në mënyrë të fshehtë u shkëput nga krejt goditjet në Iran. Mashtrimi realizoi i suksesshëm. Bombat arritën në momentin kur regjimi iranian nuk e priste. Veprimi dhe mundësi SBA-s të transportojë me shpejtësi dhe me rrezik më të ulët zbulimin bombardues të saj mbi Iranin. Edhe koha e përzgjedhur ndihmoi për të maskuar objektivin e vërtetë të misionit. Pse? Sepse me manovrën drejt perëndimit, Washington krijoi në Teheran idenë se kishte ende kohë për të përgatitur. Një mashtrim padyshim, konfirmoi një përfaqësues i Departamentit të Mbrojtjes pas sulmit. Qëllimi i kësaj hileje, sipas tij, ishte të ruajë elementi befasisë, çka ishte vendimtare.